A e kuptoni ju se çfarë po bëhet në Shqipëri kohët e fundit dhe askush nuk flet sepse është një nga ato lajme që ju bëjnë veni duart në kokë? Jam në një nga lagjet më të bukura të qytetit të Tiranës. Besoj e mbani mend ato lulishën të uzinave verë që u bën nami atëre që të mos prishe. Po tani po shoh këtu për një shtëpi me qira. E di që nuk është shumë e lehtë për gjetur një shtëpi me qira në këtë zonë, por fati im është që kam gjetur një piceri shumë të mirë dhe dua t'ju tregoj edhe juve. Pica quhet Pizza Max. Sot në Tiranë po bëhet nami, ka filluar një shi shumë i ftohtë, nga ato shi gati për bor. Dihet që ne nuk jemi mësuar me temperatura të tilla, kështu që do marr një picë që të jetë shumë e mirë dhe të më ngrohë. Vlla, do bësh një picë nga ato që më duket vetëm si në Itali sot, a? Patjetër. Po do të bëj picën që hamën vetë. Ju thash që kam në një piceri shumë të mirë në fillim të videos, po ju nuk më besuat, shifeni çik të certifikatën këtu. Evolucioni i picës bashkohore. E kuptoni unë se çfarë pice do provojmë tani apo se kuptoni më? Siç po ju thoja edhe në fillim të videos, që në Tiranë është bërë më e lehtë të gjesh një pica të mirë, si kjo që pa unë tani, sesa një apartament me qira të ulët. Kuptojeni vetë se çfarë po ndodh në Tiranë. Kur rroga minimale është 500 euro, a kuptoni ku do rinë këto njerëz më? Kërkojeni në Instagram me emrin Pizza Max, e dini vetë se çfarë do të bëni, ato follow dhe këto gjërat e tjera, por dua t'ju them, kush e ka shtëpinë këtu, pas ka fat. Sepse pas ka një nga pizzat më të mira në Tiranë dhe nuk ka nevojë ta porosisin në Instagram siç do bëni ju tjerë, po do zbresë do ta bëj vetë.